Shqipëria do të luajë në muajin nëntor 2 ndeshjet e fundit kualifikuese për në Kupën e Botës, ku përballë do të ketë Andorrën dhe Anglinë. Fitoria e arritur në Leskovec pak ditë më para ka ngjallur tashmë shpresat që kuqezin mund të arrijnë për herë të parë në histori në play-offin e botrorit. Për ta bërë këtë, Shqipëria duhet të ruajë vendin e dytë, gjë të cilën mund të arrijë pasi aktualisht e sheh veten 1 pikë para Serbisë, teksa të dyja skuadrat kanë edhe nga 2 ndeshje për të zhvilluar. Shqipëria do të përballet fillimisht me Andorrën e më pas me Anglinë, teksa Serbia do të ketë fillimisht transfert në Angli e më pas do të presë në shtëpi Letoninë. Më poshtë janë edhe disa skenarë se si mund ta ruajë Shqipëria vendin e dytë. Me 2 fitore, Shqipëria do të luajë 2 ndeshje dhe nëse kuqesin të arrijnë të fitojnë ndaj Andorrës dhe Anglisë, atëherë do të ishin të kualifikuar në fazën e play-offit pa marrë parasysh se si do dalin ndeshjet e Serbisë. Nëse të dyja skuadrat i fitojnë ndeshjet e tyre, atëherë Shqipëria do të shkonte në kuotën e 17 pikëve kundrejt 16 pikëve të Serbisë, çka do të thotë kualifikim nga vendi i dytë. Me 1 fitore, kuqezin kanë shanse reale për të shkuar si vendi i dytë, edhe nëse fitojnë vetëm ndeshje ndaj Andorrës. Për të arritur diçka të tillë duhet që Anglia të bëjë detyrën e saj, duke fituar ndaj Serbisë dhe ndaj Shqipërisë. Diçka e tillë nuk do të ndryshonte fatin e grupit, pasi sërish skuadra do të kishin diferencë me 1 pikë. Me asnjë fitore, nëse kuqezin nuk arrijnë të fitojnë të paktën me Andorrën, atëherë shanset për në botror do të ishin thuajse të pamundura, kjo për faktin se Serbia e lun një nga ndeshjet në shtëpi, pikërisht ndaj Letonisë. Serbët e kanë fituar takimin e parë në Letoni dhe natyrisht para tifozëve nuk pritet të bëjë një hap të gabuar, kështu që fitoria në transfer të Andorrës është padyshim një detyrim për kuqezinjt për të vazhduar me ëndrrën. Barazimet. Nëse Shqipëria barazon në të dyja ndeshjet, do të shkonte në kuotën e 13 pikëve, aq sa mund të arrijë Serbia me një fitore ndaj Letonisë. Në këtë rast, në lojë do të hyjnë golavërazhi dhe kuqezinjt aktualisht kanë një golavërazh më të mirë e vetmja gjë që Shqipëria shpreson është që në ndeshjen Serbi-Letoni serbët të mos fitojnë me shumë gola dhe nëse këtë e bëjnë atëherë duhet shpresuar që të pusojnë sa më shumë në Angli. Aktualisht Shqipëria e ka golavërazhin +3, duke shënuar 6 gola duke pusuar 3 të tjerë, dhe ana tjetër Serbia ka golavërazhin 0, pasi ka shënuar 7 gola dhe ka pusuar 7 gola.